Denominate Camilla. Metra. Sabi. Metra. Ma kuşa. Entra dümdüz sevdim. Mش ميغيب. Taş. Kuşa. Долго чекал. Oh, sure. Oh, Allah. Leimrun. Oh. Pasi e kemi kry ruzaren, jemi lut, edhe kjo na ka bo mirë, jemi qetësu pak gjatë rrugës, që i na lodh. Tash kam rri edhe truporja, edhe jemi të gatshëm për të filluar meshën e shenjtë. Mundohemi që shtektimet tona t'jenë jo shtekime turistike, por shpirtnore, me vujt ka pak, me dëru ka pak. Edhe ashtu e tregojmë se përveç për kundër vështirësive që na dalin, na arrim me ba gjanë më të mirën. Kjo është edhe mënyra jonë. Ne tashti po e fillojmë meshën e shenjtë me një këngë të cilën edhe e tregon besimin tonë. Edhe me këtë besim e nderojmë shënprenën dhe i japim lavdi Zotit. Besoj në ty, o Har, besoj në dashnin tënde, është dora jote, o Har, që vjen lullimin ty. Besoj në ty, o Har, besoj në dit me ty, ti e shpëtja ime, ty vetëm unë shpresoj. Në emër të Atit, e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria e Kryit dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënd. Vëllezër e motra, besimtarë të dashur, shtektar, mërgjimtar, të gjithëve përzemërsisht ju përshëndes dhe mirë se keni ardhur këtu në këtë qendroren e Shënaprenës Virgjër dhe Martire. Jemi të vetëdijshëm që jemi në një vend të shenjtë dhe me mbri deri këtu na është dashur sakrificë dhe mund. Dhe këtë e kemi ba, jo si tha Don Fatmir në fillim si një shëtitje, por si një shtektim shpirtëror. Dhe fillim të meshës shenjte, sikurse çdo herë që pendohemi, të pendohemi për të gjitha mëkatet, lëshimet, gabimet tona,
por të pendohemi edhe për mëkatet tona që i kemi banë ndoshta gjatë rrugës, jemi mbush me mlef, nga ka zonë rrugën ashtu, ti gjuajmë të gjitha, ti largojmë, të lirohemi, të pastrohemi, që të mundimi densisht ta kremtojmë, ta festojmë shenaprenën, por edhe këtë me shenjte. Po i rthehem, ne ju vallëzën e mora, se kam karnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra, me ndryshime, për fajtim, për madhin fajtim, prandaj përkurësitëm së Lëmës Mari gjithmonë ligje, të cilë këngjëve, shendëve, të ju vallëzën e mora, se të vëllë mua Zotin Hindon. hyji i gjithë pushtetshëm pas në shirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. O Zot ki me shirë, O Zot ki me shirë, o Krisht ki me shirë, o Krisht ki me shirë, o Zot ki me shirë, o Zot ki me shirë, lavdi hyjet në lartësi qiellore. ne bash njerëzve vullnet mirë mbi tokë, ne po të jetojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhurojmë, po të falenderojmë, për lavdin tënde të pakufi. Zot vim veç qellor, i ati gjithë përshtetshëm, Zot miri një lindur Jezu Krisht, Zot vi qenjë i hirë, viri atit, i që shkirë në katët e botës, i me shirë për ne, i që shkirë në katët e botës, pra në e lutjen tonë, i gjërinë të latën e atit, i me shirë për ne, sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e larti, për Jezu Krisht, se bashku me Shpirtin Shenjtë, luturinë e pyeta. Amen. Të lutemi, o Zot i adhurove shenprenes virgje, hirin të përngjaj Krishtit në varfëri, e në dashurin për të varfërit, dhe stolise me fitorin e martirizimit, forcoje po të lutemi poplin tënë në dashmin e fes, dhe në shpadhin e ungjillit tënë, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënë, që me ty jeton e mbretron e bashkim me Shpirtin Shenjtë hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë në Gabaon, Zoti u shfaq Salmonit natën në ëndër e i tha: kërko çka do të jap unë. Salomoni tha: e tani o Zot hyj im, ti e bërë mbret shërptorin tënd në vend të babait tim. Mirë po, unë jam djalosh i ri dhe nuk di si duhet mbretruar. Shërptori yt është në mes të popullit që ti e ke zgjedhur për vete, të popullit të panumërt që nuk mund të njihet as nuk mund të numërohet për shkak të madhësisë. Jepi pra shërptorit tënd një zemër që di të mësoj, që të di ta gjykoj popullin tënd, e të di të dalloj të miren prej së keqes. Sepse kush është ai që do të mund të gjykoj popullin tënd të madh. Zotit i pëlqeu kërkesa e tillë që Salomoni i bëri dhe hyi i tha Salomonit: pasi ti kërkove këtë gjë dhe nuk kërkove për vete as jetë të gjatë, as pasuri, as jetën e armiqve të tu, por kërkove urtësinë për të bërë drejtësi,
ja po bëj ashtu si që kërkove ti. Po të jap mende të kthellët e plot kuptim, katsat e tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje si ti. Fjala e Zotit. Ligji yt o Zot është gëzimi im. Para se sprovova vuajtjen u enda larg teje, por tani unë e mbaj fjalën tënde. Më i mirë është për mua ligji yt se me monedha ari e argjendi. Le të më ngushlloj pra për dëllimi yt, si pas premtimi që i dhe shërftori tënd. Ardh mbi mua mëshira jote e do të jetoj, sepse ligji yt është kënaqja ime. O sa i dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, se gurin e çmueshëm. Nergut i mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre. Të mrekullueshme janë dëshmit e tua, prandaj i mbam në shpirtin tim. Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon, të miturit i bën të urtë. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostoll drejtuar Romakëve. Vëllezër, ne e dim se hyi në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e tij janë të thirrur, sepse ata që kanë njohur që më parë, ata dhe i përcaktoi të jenë të ngjashëm me birin e vet. Kështu që biri i tij të jetë vëllai i parë në mes të shumë vëllezërve. Ata që i paracaktoi, ata dhe i grishi. Ata që i grishi, ata edhe i shfaqsoi. Ata që i shfaqsoi, ata edhe i lavdëroi. Fjala e Zotit. Po të bekoj o as, zotrues i qiellit e i dheut, që të vegjëlve u azbulove misteret e mbretërisë qiellore. Alleluja, alleluja, alleluja. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Unë të rritë shpafti Zot. Në atë kohë Jezusi i tha turmës: Mbretëria e qiellit është e ngjashme me visarin e fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe blen atë ar. Mandej mbretëria e qiellit i përgjan tregtarit që kërkon perla të çmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefë të madhe, shkon shet gjithçka ka dhe blen atë perlë. Përsëri mbretëria e qiellit i ngjan rrjetës që hidhet në det dhe mbledh çdo lloj peshku. Kur mbushet, peshkatarët e qesin e breg, ulen dhe i mbledhin peshqit e mirë në enë e tek qiet i tresin. Kështu do të ndodh edhe në mbarimin e botës. Do të dalin engjëjt e do të ndajnë tek qiet prej të drejtëve dhe do të hedhin në furrë të ndezur, kur do të jetë vaj dhe kërcënim dhëmbësh. Ai kuptua gjitha këto
Po I përgjigjen ata. E ai u tha: kështu pra, çdo skrip që e përvetëson mesimin e mbretërisë e qiellit, I përngjon Zot shtëpisë që nxjerr nga visori vet gjërat e reja e të vjetra. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Qoftë lënduar Jezu Krishti. Ndodhë në jetës. Edhe një herë vëllezër e motra, besimtarët e dashur, gjithë që jeni këtu, dikush e ka marrë një rrugë më të lartë, dikush më afër, por secili prej jush që keni përjetuar një lodhje, një sakrificë, edhe para se me anis këtë rrugë, e keni ditur, keni qenë vetëdijshëm dhe keni marrë, jo sa për një shëtitje, por për një shtektim shpirtëror, për të ardhur te kjo kishë. Ndoshta e lënën pasdore ose e vjetër, e moshme, por kemi ardhur te kjo kishë që sot së bashku ta festojmë pajtoren e kësaj kishe, këtij vendit, Shenaprenën, Virgjën dhe Martire. Vëllezër e motra, njeti I juaj, njeti ynë, du të me qenë një jetë I përbashkët. Ne kemi shumë njete, shumë dëshira, shumë lutje për t'i ashtruar Shenaprenës, por një le të jetë I përbashkët I të gjithë neve. E ky është t'i përngjajmë veprës jetës së Shenaprenës. Për ne sot është lehtë me qenë katolik, me qenë krishterë, me dëshmuar fejen. Askush nuk po lype derë gjakun, me dhënë jetën, me u martirizue. Vesa t'ju përkujtoj se para 180 viteve ky vend, këtu troje tona, të pare tanë, e kanë filluar martirizimin, duke I përngja Shenaprenës, duke jetuar vepruar si Shenaprena, sepse Shenaprena jo vetëm që ishte virgjër, por ajo vdiq edhe si martire, duke e dashtun dhe duke I besuar Jezu Krishtit deri në frymën e fundit. Njështu bën edhe martire tanë, që ne I kanë lanë trashëgimi, edhe këtë kishë, edhe këtë vend, edhe ne që jemi këtu, por të ndalimi pak o vëllezër e motra dhe ta pyesimi vetë vetën. Sa jemi duke I përngja martirëve tanë, apo sa jemi duke I përngja Shenaprenës për të cilën sot kemi ardhur këtu. Ajo ishte thjesht një shenjtresh, thjesht e dashuruar në Krishtin dhe në kryqin e Tij krejtësisht. Ajo jetoi në kohën e përsekutimeve. Ajo nuk dashti dhe nuk zgjedhi asgjë përpos fen dhe Krishtin. Dhe sigurisht u martirizuar, por derisa u martirizua, ajo na dha një shembull të qartë, të sinqert, të mirë, të lehtë për ta kuptuar, por ndoshta pak vështirë për ta jetuar. Vëllezër e motra, ne jemi shpërngul, apo jenë shpërngulë prej këtij vendit. Këtë dunav po e shohemi
e rrethojnë male dhe natyrë e bukur, por kushtet kanë bërë që familjarët ky vend shpërngulen në për fshatra, në për qytete, në për botën e jashtme, në Evropë dhe përtej oqeanit. Por edhe pse janë shpërngul, gjithë ata, gjithë ne, bini sa do pak një herë vetë me 26 kurrik, vim të ky vend, të kjo kish, ku i marrimi burimet e fejeson, hiret dhe bekimet dhe qëndresen për t'jetuar dhe për ta dëshmuar Krishtin. Që në prena vëllezër e motra jetoj për Krishtin, për të varfrit, për drejtësi. Bërgjimtar të dashtun, e kisha një porosi të veçantë për ju. Ju që keni marrë rrugën në çdo vend të Evropës, më thënë të botës, që dallgët e jetës ju kanë dërguar në një vend apo vend tjetër. Ju jeni ura e fesë dhe kombit. Ju jeni apo do të me qenë ata trashëgimtarët e këtij vendi të parë tanë, që na i kanë lënë këtë fe. Ju jeni ata të cilët dukeni me ruajt fejen aty ku punoni, aty ku jetoni. Me i eduku fëmijët, me dasht kombin, me dasht fejen, me dasht atë dheun. Ju do të me i mësuar fëmijët, me ba kryq, do të me i mësuar fëmijët, me u lutën Shqip, ju do një me i mësuar fëmijët, me dasht kishën e Krishtit, pa marë parasysh ku është. Dhe si po duket vëllezër e motra, dhe po e dëshmoni, këta po e bani jetën e juaj. Po e bani atje ku jeni, por gjithherë dhe gjithmonë lypet dhe kërkohat ma shumë. Ju po e dëshmoni sot dhe viteve tjera, nuk e keni harruar këtë vend, nuk e keni harruar këtë kish, nuk e keni harruar fejen, atë dheun, por i doni mbi gjithçka, Zotin dhe vendin. Prandaj, ne që jemi këtu, edhe në fillim e thash, e kemi bën një rrugë që na duket nga ona jashtme fizike e lodhshme. Por disi kur kemi arrit këtu, nuk kemi pushuar dhe nuk kemi duke pushuar vetëm fizikisht, por e kemi gjetë qetësinë e shpirtit. Jemi duke e pushuar shpirtin ton, sepse sikurse trupi e ly pushimin, ashtu vëllezër e motra, edhe shpirti e ly pushimin. Pa marrë parasysh që jemi në pushimet verore, që i quajmë ferie, që i quajmë pushime, por sot po e dëshmojmë se pushimet nuk kalojnë vetëm ashtu për trup, por po e dëshmojmë se kemi ardhur këtu të gjejmë edhe pushimin shpirtëror, sikurse këtu te kjo kish dhe kisha tjera gjatë verës, gjatë pushimeve. Prandaj, vashtë Zoti, që ne që jemi këtu, që edhe nëpërmjet neve, njerëzit që i takojmë, që na rrethojnë, të mushen me hire dhe bekimet e Zotit. O besimtarët e dashur, o vëllezër e motra, jeta e Shenaprenes nuk ka qenë lehtë.
ka qenë e vështirë, ka qenë e mundimshme, por edhe dikur e martirizuar. Koha ishte që ju kërkohet, a doni me besuar në Krishtin, apo a doni me mohuar Krishtin. Ata që thojshin, e dua Krishtin, besojnë e Krishtin, ata ishin vetëdijshëm se janë duke thënë me një rrezik më të madh për rrezikën e jetës. Sepse nuk shkojnë larg, i persekutojshin, i vrajshin, i martirizojshin. Ishte jeta e shënaprenës kështu. Ishte jeta shumë martirëve gjatë shekujve. Ishte jeta e të parëve tanë, që para 180 viteve e morën rrugën e martirizimit, vetëm që thanë, ne duam të mbetemi besnik Krishtit. Ishin vetëdijshëm se atë e paguajshin me jetë, me gjak, me martirizim, por nuk e lanë. Dhe dim shumë mirë se cili historinë e të parëve tanë, të martirëve tanë. Por sot, dhe tash të vëllezër e motra, të ndalemi dhe ta pyesimi vetveten për këtë kohën e sotshëm. Sot askush nuk po kërkon prej neve me dedhë gjakun, me dhanë jetën. Por disi këto kushtet në këtë luksin që e kemi, po thuaj se dal nga dal, po i thojmë Krishtit, nuk më nevojitesh ma. I kombate gjitha. Edhe pasuri, edhe familje, por në heshtje dhe në distancim, disi jemi duke ja thonë shtu Zotit. Vetëm të ndalemi, ta paramendojmë jetën tasht dhe atëherë. Po e përsëris o vëllezër e motra. Sot nuk po kërkon asnjë armik, ndoshta në heshtje, kërkojnë, dëshirojnë të jemi të vdekur, dëshirojnë mos të jemi sot këtu, por jo si në kohën e shënaprenës dhe si në kohën e të martirëve tanë. Por është një kohë dhe ma rrezikshme, edhe ma keqe. Atëherë është ditë, ka vdek për fen, ka vdek për Krishtin. Por sot o vëllezër e motra, sot këto kushte tona, po thuaj se secili më mirë se tjetri i ka. Për çka e kemi humbë Zotin? Për çka kemi larguar Zotin prej shtëpisë, rozaren, lutjen, oratën? E kur ta largojmë Zotin, kur ta largojmë oratën, rozaren, atëherë dal nga dal vëllezër e motra, po e persekutojmë vetveten. Apo me fjalë më të rëndë, po i thojmë Krishtit, jo, nuk me duash më. E kam fuqien time, e kam shëndetin tim, e kam pasurien time, po jetoj, po shkojnë pushime ku ma dhën zemra. Nuk po ka ma pengesa, nuk po ka ma s'di qka me hangër nesër apo pas nesër, s'di qka me dhonë fëmijës me hangër. Këto, faleminderit Zotit, janë larguar, por me këta e kemi larguar edhe Zotin. Atëherë të mundohemi që se cilin herë, tash po e thëmë konkretisht kur të vim këtu, ta marrimi një infuzion shpirtëror, një ilaç, një medikament, jo që mujmi me ble dikun, për ta marrimi të kjo kish, ku është burimi i ilaçit,
i shërimit dhe i qëndresës në fejen e Krishtit. Po, besimtar të dashur, ne e kemi hecë botën dhe kemi pa vende, markete, shoppinga, e qka mas gjajmë, e besa dhe po mundemi mi ble, por jetën shpirtërore, fejen e Krishtit, nuk mundemi me ble, me rujt në atë mënyrë, por vetëm këtë mënyrë, me nimen e Zotit, me nimen e të parëve tanë dhe me shembullin e tyre. Pra, sot të mundohemi që secili prej nesh ta pyesë vetveten, jo ta drejtojmë gishtin ka dikush tjetër, por ka vetja dhe ka familja vet. Çka më duhet me ba, me fillu që t'i përngjaj shenaprenës, që t'i përngjaj martirëve tanë, që t'a ruaj fejen, por edhe kombin, aty ku punoj, aty ku jetoj. Dhe së motra, sigurisht që ne do t'a marrimi porosin e shenaprenës. Do t'a marrimi, por mos t'a dëgjojmë vetëm nga ona jashtme, por porosia shenaprenës të hynë zemrën dhe shpirtin tonë, që asnjë pasuri e kësaj bote mos në ndan nga Krishti, mos në ndan nga feja. E ai që e don Krishtin, ai e don edhe të afrimin e vetë. Prandaj vëllezër e motra, ne dalimi gënjeshtarët apo rrencat më të mëdhaj, nëse thojmë e dua Zotin, e dua Krishtin, e dua zojnë e bekume, e të afrimin tonë nuk duam t'ja shofim i sytë. Ungjilli jon, feja jon, ardhja jon, shtektimi ynë, këta nuk na mëson. Të na kujtohet se Krishti na ka thënë, i ka përmbledh 10 urdhrimet në 2. E para, duje Zotin me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqien tënde, me gjithë jetën tënde. Dhe urdhri i dytë është i barabartë me të parin, duje të afrimin tënd përsi vetveten. Hajde të parën, mundemi me thanë se duam Zotin. Por që dytën, sa kishmi mundur sot me i thanë zojës bekume, shenaprenës e Krishtit. Atëherë, çka na duhet? Na duhet sot ta përjetojmë jo persekutimin fizik, por persekutimin e mëkatit, ta hekmi, ta gjujmë, dhe të bahemi martirt e dashurisë, të bahemi martirt e faljes, të bahemi martirt e mëshirës dhe njëri tjetrit. Atëherë lutim i Zotin që vërtet më na i dhon këtë fe, këtë dashuri, ta duam Zotin mbi gjithçka, por ta duam edhe këtë kish, pse është bushatishur, pse është e vetme, por na bjen ndërmend se gjatë shekujve, gjatë viteve, sa të parë tanë, kanë marrë hire dhe bekime për këti vendi, për kësaj kishe, kanë marrë forcën që na i kanë dhanë ne, dhe ne thashtë jemi duke jetuar, si duke jemi në këtë mënyrë, por të mundohemi në atë mënyrën më të mirë që e pret dhe dënë shenaprenën. Edhe ne që jetojmë në Kosovë, edhe jo që jetori në Mergim, është njëjta porosi. Ti kthehemi Zotit, ti kthehemi burimit, ti kthehemi kësaj kishe, dhe ti kthehemi pagëzimit tonë që kemi marrë do herësh. Ja të pagëzim ta dëshmojmë, jo vetëm me fjalë, me një letër, me një dokument, por ta dëshmojmë me vepër dhe me jetë, se kur të na shohin dikush këtu në Evropë apo në Amerikë, pasaporta jonë le të jetë jo vetëm për dokumentit, por vepra dhe jeta jonë. Dhashtë Zote që ardhja e jonë
në këtë vend mos jetë e kotë, e zbrast, vetëm nga ana jashtme, por shena prena të në mbush me hirë dhe bekimet e veta, që gjithherë, gjithmonë dhe gjithkund ta dëshmojmë fejen, ta duam fejen, ta duam adhen, ta duam kombin. Amen. Qoftë nderuar Jezu Krishti. Besojnë një hytë vetëm. Atë në gjithë pushteshëm, Kryuesin e qiellit dhe tokës, të gjitha sendeve që shihen në shpërfshim, dhe këndësat të vetëm në Jezu Krishtin, një të vetëm në lirin e hirot, në lindur prej atit para të gjithë shekujve, hyu prej hyot, drit prej dritës, hyu vërtet prej hyot të vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qëndshëm me atin, në përmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet, ai shpërbën e njerëzit, dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u fshrua për vërtet e Shpirtit Shenjtë, me Virgjinës Mari, dhe u bë njeri, dhe u kryqëzua për nenën Poncën Pilat, të saj dhe varros, Dhe unë gjatë e tretën ditë si pas shkrimeve, e unë gjithë në qiell, dhe vejnë të djatën e atit, dhe përsëri do të vijë me lartësi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, e mbretënia e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej atit e prej birit, dhe së bashku me atin e me birin, adurohet e lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një parzim të vetëm, për faljen e mëkateve, për ngjalljen e të vdekurve, dhe jetën e pasoson. Amen. Vëllezër e motra, të bashkuar në këtë vend, në këtë qendrore të Shenaprenës, në bashkim me martirët e shenjtë të vrarë për shkak të Ungjillit, ta kremtojmë dhe ta thrasim shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin, dëshmitarin besnik të hyutat, e ne të lutemi gjithë së bashku duke thënë: Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot. Për hir të martirës Shënprenës martire, e cila e përqaftoi vdekjen si dëshmi e fesë, na jep lirin e vërtet të shpirtit, të lutemi. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot. Për hir të Shënprenës martire, që dëshmoj fenë deri në derdhin e gjakut, na jep një fe të pastër dhe të vërtet, të lutemi. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot. Për hir të Shënprenës martire, që eci gjurmëve të tua në udhën e kryqit, bëjnë që më qëndres, tu bëjmë ballë vështirësive të jetës, të lutemi. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot. Për hir të Shënprenës martire, e cila i lau petkat e veta në gjakun e qengjit, bëjnë që t'im poshtim nga shnimet e mishit dhe të botës, të lutemi. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot. Dëgjoj, o Zot, lutje tona, të cilat i paraqitëm në za, por edhe të gjitha ato të cilat i kemi të pashprehura në zemrat tona. Dëgjoj, veshtroj dhe plotësoj të gjitha ato me të cilat kemi ardhur në për Krishtin Zotin ton. Amen.
Lutemi o vëllezër e motra që mesha ime dhe juja të dalë pëlqyeshme para ky Thatit e gjithë poshtetshëm. Zoti e pranon vin për duarve të tua, ajo është dalë për nderin e lavdit e emrit të tij, si edhe për dobinë tonë, e të madhishës së tij të shenjtë. Pranoj o Zot dhurata që bujaria jote ne i ka falur, e bëj që këto myseret e shenjta në saj të hirit tënd, ta shenjtrojnë jetën tonë të tanishme, dhe të na çojnë drejt gëzimeve të amshuara, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyjin tonë. Përimin dhe shpun e dhejnë dhe drejtë është detyra jonë dhe bërim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkon ty o Zot ati shenjtë, hyj gjithë përshtetshëm dhe amshuar. Sepse gjaku i derdhur i shena prenes, virgjër dhe martire, si pas shembullit e Krishtit, dhe të shmimin e emrit tënd, shfaq mrekullit e tua, me të cilat përkryen në ligështi virtytin, dhe fuqit e dopta i forcon për të bërë dëshmi në për Krishtin Zotin ton, dhe prandaj me fuqin qiellore, gjithherë të këndojmë mbi tokë, duke i kënduar madhrisate pa pushim. Shenjtë, 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 Zoti i gjithësisë, qiella toka janë plot me lavdin tënde, hosana në lartësinë qiellore, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, hosana në lartësinë qiellore. Me të vërtet je shenjtë o Zot, burimi çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shenjtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj, e theu, u adhan zënësve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pas u krye darka, mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj, u adhan zënësve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kumtoj vdekjen tënde, o Zot, e shpallën gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lëvë të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë na bashkojnë në një trup të vetëm, të gjithë ne që marrim pjesë në korpin e gjakut të Krishtit. Le të bjerë në mend, o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës. Përsose në dashuri, bashkë me papën ton, Leonin e 14, me i peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë ndërmend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdeqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sot. Po të lutemi, ki mëshirë për ne të gjithë të praneshëm, për gjithë anëtarët e familjeve tona kote që gjenden, për gjithë ata që kanë banu dhe gjenden në vendet të ndryshme të këtyre anëve.
që të bëmi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Vigjer Hylinse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjt apostujt, me të gjithë shenjtit, me sojnë na prajne, që gjithëherë të pëlqyen që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në Jezu Krishtin birin të. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, dhe që çdo nderim e lavdi, për të gjithë shekojt të shekojve. Vëllezër e motra, apostujt duke parë Krishtin që lutet në vetmi dhe që ka nevojen se edhe ata edhe atyre ju nevojitet ju do të lutja urata. E Krishti i mësoj si të luten. E apostujt i mësuan pare tanë. E ne këtë urate mësuan prej të parve tanë. E sot, me një njetë, me një shpresë dhe me një dashuri, ta lutemi këtë urat që ta ruajmë fejen tonë, ta duam fejen tonë dhe mos na vinë marrë kurkun me dëshmuar fejen tonë. Por me gëzim, ta dëshmojmë, ta jetojmë dhe thashti drejtohemi ati tonë qiellor, pikërisht me atë urat që na ka mësuar vetë Krishti. Aty ynë, që je në qiell, ushqej trofën e myre, ardhë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përgjeshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne kajtore tanë, e mos na lër të vijmë në lutem, por na lëro nga i keqi. na liro po të lutemi o Zot prej të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona. E në sajtë me shire sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt për çdo turbullimi duke pritur shpresën e lume ardhen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në mshëm. O Zot Jezu Krisht, ju këtër apostujve të tu, po ju le paqen, po ja paqen time. Mos i shikom mëkatet tona për feri kishës sate, jep ja saj si pas vullnetit tanë, paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Dhe në shpirtin tënd. Para se t'ja japmi paqen njëri tjetrit, ne kemi arë si thash me shumë jetët tona, me kërkesa. E sot që na prena e pret prej neve e ka një kërkesë, që duke ashtrirë dorën njëri tjetrit, ti përngjajmë jetën saj dhe të pajtohemi me Zotin dhe me njëri tjetrin. Këtu dhe kudo që jemi të ngatruar, e ta përjetojmë këtë vend shërimin, pajtimin dhe mëshirën e Zotit. Që ashtrim dorën njëri tjetrit. Ti që shlyen mëkatet e botës, i mëshirë për ne. O qenjë hyut, ti që shlyen mëkatet e botës, i mëshirë për ne. O qenjë hyut, ti që shlyen mëkatet e botës, jep na neve paqen. Ja qenjë i hyt, ja i që shly mëkatet e botës, ju më tha që të thiru në gostinë e qenjit. O Zotë, nuk jam i denjë, Që të marrë pjesë në fesën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, e shpirti im do të shërohet.
tani do të ndahet kungimi I shenjtë, një veshtar është atje përpara kishës, Donizaku do të jetë këtu para alterit, dhe unë në pjesën tjetër, kështu që gjithë ata të cilët janë të përgatitur, pagzuam dhe të falen, si tha Donizaku, le të afrohen të marrin kungimin e shenjtë me përshpejtësi.
Për gjithmonë e motit jetës. Amen. E vëllezër dhe motra, në mbarim të kësaj meshe të festës së Shnaprenës, dëshiroj me falenderu Donizakun për udhëheqjen e kësaj meshe. Donizaku tash 2 vjet 3. 2 vjet është misionar në Düsseldorf, në Gjermani, dhe ju shërben besimtarve e disa dhe që jeni ju në atë pjesë. Faleminderit për fjalët e tua, për dëshmin, për shërbimin që ban në mision, pse edhe ai mision është pak i shpërndar, por megjithatë, me kushtim dhe me dashuri ndaj atyre të cilët Zoti na ka besuar detyrën, e shërbejmë secilin. Për dëshmin në predikim, siç e ka thënën, jemi në 180 vjetorin e fillimit të dëbimit apo internimit të martirëve tanë, të parëve tanë në Turqi. Prandaj edhe ato që e tha Don Izaku, lypet një besnikri, një qëndres në atët vlera të mira të cilat ne kanë përcjell këta martirë, e falë tyre jemi sot gjallë ne këtu. Dhe falë tyre jemi edhe katolik, edhe dëshmitar të Krishtit në këtë botë. Dëshiroj mi u falenderu edhe juve për pranin sot të madhe në këtë kish, në këtë fest. Zoti ju shpërbleft dhe ndërmjetësia e Shnaprenës ju mundsoft të keni hire dhe bekimet dhe ato njete me cilat keni arë këto të mund të jenë të dëgjuarat e Zotit. Dëshiroj në mënyrë të veçantë mi përshëndet ata njerëz të cilët dikur kanë jetuar në këto treva. Rënduna, Vëtërziaj e shumë pjesë të tjera, këto për rreth që është Malësia e Shkupit, apo si që njihemi na edhe Karadaku, që është një përkthim i Malësisë së Shkupit në gjuhën turke. Prandaj, edhe jo që jeni në për shumë vendet botës, spari Matan Kufinit, që është Macedonia, e që keni ardhur sot mesh, e vini me shumë përkushtim, edhe pse jetoni në kushte jo edhe të pavarshme, megjithatë nuk dorëzohi të vazhdoni të vini të kisha juaj, të parëve të juaj, dhe t'i kushtoni Zotit lutje, dhe të vazhdoni në qetësi, në heshtje, e pa zhurmë ta dëshmoni Krishtin në vende ku aty tashti nuk ka kish. Edhe ju që jeni në përbotë të jashtme, e që vini nga këto treva. Dhe është gjithmonë e mirë, ashtu si që tha edhe predikatari, mu kthy të rajet, sepse aty e gjejmë atë burimin e qëndresës tonë. Prandaj me këto fjalë, me këto njete, me këto dëshira, dëshiroj mi uru juve gjithë dhe festën e Shnaprenës, në mënyrë të veçantë ata që e mbajnë emrin Pren. E ka në vendin ton emën Pren, e që lidhet, e që keni edhe fest familjes. Don Kristen, i cili për 10 vjet ka qenë misionar në Kroaci, në Zagreb, edhe tani është kthy në Shejtënorin e Zojës. Shejtënorin e Zojës në Letnic, e cila është po ashtu një qendër e këtyre këtyre trevave që dikur ne e kemi gjetë atë forcën. Në mënyrë të veçantë, martirët tanë në Letnic pikërisht janë betu që nuk kanë me e tradhtue asnjëherë fenë dhe kombin.
edhe pse e kanë ditë se kjo dëshmi e tyre ka mi ju sjell persekutime, vështirësi, madje edhe vdekje. Kështu që si vjet e nderojmë këta burra dhe këto gra, fëmijë që janë persekutuar për shkak të fesë. E ne si vjet e festojmë 180 vjetorin e fillimit të internimit të tyre. Edhe si vjet takimit të Don Mikelit që do të kemi me 19 shtator, ju kushtojmë këtyre martirëve. Prandaj unë ju thras qysh tani, ta lutni Zotin, e ta lutni ndërmjetësinë e këtyre martirëve që kanë dhënë për fe jetën e tyre, që edhe ne të mundemi të vazhdojmë rrugës për ta dëshmuar në kohët moderne Krishtin i cili është burimi i jetës tonë. Me këto mendime, dëshirojmë i falenderu krejt ata të cilët kanë ndihmuar që jemi sot këtu, është pastru kisha, e për fat të keq nuk kena mujtë me pastru edhe rrugën, por nga njëherë nuk arrim, jo për shkak që nuk duam, po ashtu bën nga njëherë punë që nuk arrim me bën. Po ju kisha lutë që tash të kur shkojmë të poshtë, qetë mirë, e di që plot makina, jeni të ngatërruar atje në për rrugë, po si vëllezër dhe motra, me durim të kthehemi në shtëpitë tona, pa e ba asnjë fjalim me njëri tjetrin. Por mirë, sepse ja, edhe pse vënohemi pak, mesha gjithmonë është ajo e cila na jep atë gëzimin dhe sakrificat që i bajmë për një dashni më të madhe që është Zoti dhe njëri tjetri. Faleminderit edhe një herë, dhe kjo shejtresh, kjo martire dëshmitare e madhe e Krishtit, na dhasht forcën ta dëshmojmë edhe ne sot, me gjona shumë të vogla, praktike, po e që e tregojmë se jemi dikush, se jemi ata të cilët janë dhe jetojnë vërtet ashtu siç edhe e thojnë se janë të krishterë. E thash, përveç atyre që janë banor të këtyre trevave, bij që kanë shkuar në vende të ndryshme, e që vinë sot në mënyrë të veçantë ata i përshëndes. Dhe dëshiroj mi urue që kena mu lutë për ta, edhe kena mu kanën afër tyre sa herë është nevoja. Po ashtu edhe disa kroati kom pa që kanë ardhë dhe janë këtu me neve, tako da i na Hrvatsko mogu pozdraviti i zahvaliti svima koji su došli danas na ovaj blagdan, da zajedno molimo u ovoj crkvi, koji ste uvijek vi iz Letnice, iz Janjeva i drugih mjesta došli sa velikom zadovoljstvom. Ja në këtë mënyrë bashkëresë vëllezër dhe motra e thras dom Aleksandrit, Domizokën që t'na jep bekimin e kësaj meshe. E morëm o Zotë sakramentin vinor, kujtimin e përjashëm të mundimeve të birit tënë, dhe i po të lutemi që kjo dhurast që kemi marrë prej dashurisë të ti të pakufit, që na vlej për shpëtimin tonë me për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zote e qoftë me ju. Ju bekoft hyjat përshtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Që na prena dhe kjo meshe shenjtë ju një mofë, mesha të shkojmi e tjetojmi në pace. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.